vjetuarit. Faleminderit shumë që jeni këtu. Faleminderit juve. Pa me dhe adresimin tuaj në kuvend, zonjës Vasfije, si përjetoni ju këtë ditë? Realisht pranvera, jo vetëm për ne, por mbi gjitha për familjarët dhe të mbijetorit e rikthen ngjarjen traumatike dhe shumë gra dhe burra të cilët vijojnë me shërbimin organizat, gjatë pranverës si shohim që janë më të trazuar, ju rikthehet ngjarja traumatike. Pastaj përtej që e kanë dhimbjen e vet personale, shumë nga këto gra kanë humbur edhe familjarët të tyre gjatë kësaj periudhe, pra është një periudhë kur ripërjetohet fatkeqësisht ngjarja traumatike, por ne mundohemi si organizat kemi pranë tyre, sado pak t'ia zbusim dhimbjet dhe t'i bëjmë ato më të forta në këtë proces të dëmshëm që e kaloj. Bëjmë ne mjaftueshëm edhe shoqëria, por edhe institucionet, ju jeni natyrisht zëri më i fortë i tyre, por kemi bërë mjaftueshëm për gjithë këto vite edhe në aspektin emocional fundja. Mendoj që rrugtimi i tyre s'ka të ndalur, edhe nuk mund të them që kemi bërë mjaftueshëm, por sido që t'jetë, e mira është që tash kjo plagë njihet institucionalisht, të gra dhe burra kanë një përkrahje nga shteti, kanë filluar disa procese gjyqësore, kanë marrë disa vendime, domethënë është rritë shpresa që gratë dhe burra që kanë përjetuar dhunë seksuale mund të gjykojnë krimet e tyre. Pastaj kemi pas ditën memoriale që është një ditë e veçantë që i dedikohet këtyre grave, ka nga ato gra që tash e kanë marrë, si më thonë atë agjencinë që e kanë humbur gjatë luftës. Mirë, po ka dhe shumë zëra të cilët ende janë të heshtur në petkun e turpit, në stigmatizim, paragjykim, që nga komuniteti apo familja e ngushtë. Sepse rasti fundit është një vetë më duket nga dalja publike, zotriut Ramazani Shori, pra burri parë që del publikisht, dhe më pas ne kemi qenë në kontakt me të. Ditët e tij nuk kanë qenë të lehta pas adresimit publik, pra pasi që doli në publik, e di që ka hequr goxha shumë me komentet, me gjendjet emocionale, dhe me gjas askush të gjeti forcën pas zotin Shorit nga gjënia mashkullore kanë fjalën që dal publikisht. Dalja Vasfis në skenë pikërisht ka qenë ai zëri i parë, unë mendoj që e ka zu shoshin tonë për asaj letargjisë së fjetën në raport me krimet e dhunës seksuale, dhe njëherë e mirë shoqëria ka kuptu që ky krim s'mund mu paragjyku, s'mund mu etiketu, e mi dhon adresa të ndryshme, se në luftë je i pabarabartë, edhe trupi i gruas, vajzës, burrit apo djemve, ka qenë pjesë e fushë betejës pa dashjen e tyre dhe ka shërbyer si armë luftës për agresorin. Mirë po, dalja e Danit një vit më parë, realisht mendoj që ju ka dhënë zë edhe zemër burrat e të tjerë të cilët ende e kanë frikën, ende ngurrojnë për me kërku qoftë shërbim, qoftë njëjë nga shteti apo drejtësi. Po, kemi pas bile, dua ta ndoj edhe një histori që e kam dhënë edhe më herët që ka pas mosha të shtyra, dhe më thonë moshë 80 vjeçare që pas daljes së Ramadanit në skenë, ka ardhur dhe ka marrë guximin edhe Dani, si i thojmë na se s'pi thëmë Ramadani, po më duket pak i lartë. Dani ka dhënë zemër me ardhë dhe me kërku shërbim edhe njohje ligjore, pastaj edhe rrugtimin tjetër. Por ka pas rritjet burrave, jo vetëm në organizatën tonë, në organizatat e tjera, kështu që mendoj që historia e Ramazani Shorit ju ka dhënë zemër dhe forcë edhe burrave të tjerë të cilët deri në atë kohë nuk e kanë pas guximin me folë dhe me kërku ndihmë. Dhe ju zonja Feride, jeni ndonjëherë pishman për shkak të rëndësisë, jo, por për shkak të mbase barrës emocionale që ju i përjetoni me secilin prej tyre, ne nuk dimë asgjë për fat të keq, sepse dhe natyrisht shumë prej tyre vazhdojnë mbesin në heshtje, u rrëfejnë juve, ju mësoni edhe ashtu të rrëfehen, vazhdimisht tash sa vite, dekada. A jeni pishman për ndoshta për përgjegjësinë emocionale që e mbani çdo natë kur bëri gjumin në fund të fundit? Mi dëgju rrëfimet e këtyre grave dhe burrave, unë mendoj që nuk ka hapësirë për pishmëllak. Natyrisht që sfidat në rrugtimin tonë janë të panumërta edhe nuk janë të lehta për të i kalu. Mirë po, këtë sfida të i kaluan vetëm kur na ecim bashkarisht me të mbjetuarit. Dhe tash 27 vjetë lirie, unë i gëzojmë faktit që kemi 2 gra dhe një burr që flasin të paktën për të kaluar. Më gëzojmë që keni ju iniciatore për të. Po, edhe mendoj që gjatë rrugtimit tonë ne kemi mësuar shumë, se ky shërbim, kjo organizat nuk ka ekzistuar mas luftës, dhe me to na kemi ardhur
mas luftës nga Shqipëria dhe kemi fillu punën, shërbimi s'ka qenë i njohur për shoqërinë tonë, nuk kanë qenë shumë gjërat pa njohura, dhe më thënë, shoqëria s'ka ditë si me trajtu këtë plak të luftës, ka pas shumë kulturë paragjykuse në raport me natyrën e krimit, stigma në relacion se qysh ka ndodhë, ku ka ndodhë, pse ka ndodhë, pra ka ngritë shumë pikpyetje në shoqëri që një farforme ka ngushtu që të hapësirën për këtë gra dhe burra mund dëgju pas luftës. Mirë po duke ruktuar me to, duke i fuqizuar këto gra dhe këto burra, pasaj duke punuar ngusht me institucionet, edhe kur i kam pas dyrë të mbyllura, duat them, ne mendoj që sot kemi arrit një stat tjetër, ku një kohë një vakt, kur na gjykoshim ose nuk përmendej fare dhuna seksuale, tash është pjesë e diskursit mediatik që po flasim sot, politik e shoqëror, por ka shumë për të bërë në familje dhe në komunitet, pasi atje stigma... Së zona më thella. Po, më thella, zona më thella, nuk është e letë dhe nga njerë du me ndohë edhe për opinion në gjërë që me ndohë që vetëm të shoshnia jonë. Jo, gjdo vend në për konferenca ndryshme votërore, vizita që e kom pas, se cilën shoshnia është fështirë. është një krim që ka të bëj me integritetin e individit. Mënyrën që është ushtru dhuna seksuale në prezencë të familjarve, ku familjarë shpesherë jenë bajtë si dëshmitarë vetëm me përjetu në gjarjen traumatike, apo nëse kanë reagu ata jenë vra, apo jenë arrestu, edhe deri sa kanë tentu edhe mi futë familjarë në dhunim, e bën edhe ma të randë edhe ma të fështirë me folë për këtë natyrë të krimin në familje, kështu që e di që se kanë të letë familjarët. Sa për tyre ka vazhduar i jetën, kuptimin që kanë kryuar familje, apo ka të tillë që s'mund të paramendojnë, as aktin si të tillë, por as faktin që ti hapen dikujt. Po, mas luftës ne, kur kemi fillu, do me thonë të punojmë, kemi pa që shumë gra dhe vajza, realisht, kanë thonë që ëndra tyre ka përfunduar në momentin kur ato jënë punu. Pastaj edhe kultura stigmatizuse mbrapa, natyrisht që i ka pengu edhe me kryu familje, edhe me prosperu njetë, edhe me vazhdu karierën e tyre, apo mu bë edhe nëna, disa nga ato. Mirë po, tani në organizatën rrëtnimi, gra edhe burra që vinë, edhe nga ata jënë që kanë kryu familje, që vazhdojnë jetën, disa i kanë do bizniset vogla që ne i kemi suportu, pastaj kanë fillu njohjen nga shteti, e ka një pension personal që ta shegzojnë, edhe ka nga ato trauma, jetë aty, trauma nuk ka fat, dhe me thonë, edhe fatkesish në thonë caktum, si që thamë edhe prilli, po edhe prandera javë reaktivizon në gjarën traumatike. Për neve është më rëndësi me kuptu që këto gra e kanë atë sensin agjensis, arrin munive të vekja, arrin me kryu familje, arrin me vazhdu punën, disa për tyre që kanë vazhdu punën, disa për tyre kanë dëshmu sukses shumë, na i kemë 4 rase gjykat që janë procesesi për një ras më tash i konfirmum dhe janë 12 akt akuzat të ngritura, vetëm për 5 vjetë, kur institucionet e tona kanë fillu mu marrë me krimet e luftës. Pastaj janë bishta dhe të gra dhe bura që vazhdojnë me dhonë intervista dhe bashkëpunojnë me policinë për krime lufte, me qëllim që edhe ato një ditë të akzojnë të drejten e drejtësis, një drejtë e cila shumë herë kur vinë seansa thonë që pa drejtësi nuk ka qëtësi, vete nuk e kanë qetë pa rritë me pa kriminelin prapa grillave. Mirë po, në proces ndjekjes së gjyqësorit, kemi pa që nuk është e rëndësishme vetëm vendosja e personit të akuzuar prapa grillav apo ndërshkimi tyre. Realisht, arritja e drejtësisë për të mbjetorit e dhunës seksuale është fuqizuse, është shëruse, është paqe me shpirtin e tyne dhe familjarët, edhe këto gra pas dhënies së dëshmisë dhe pas një verdikti pozitiv, fuqizohen edhe transformohen edhe i shohim të ndryshime në fytyrat e tyre, prandaj po vazhdojmë i përgatitja edhe gratë edhe burrat e tjerë. Kjo është një pjesë i dimenzionin si e bëjmë përgatitjen e mbjetorve, por njëkohësisht punojmë edhe me institucionet e drejtësisë në mënyrë që me qenë senzitiv në relacion me këtë krim të luftës, se dallon prej natyrës. Duhet të jenë edhe njerëzit të përgatitur për të dëgjuar këto, duhet të jenë profesionistë. Po, padyshim edhe për dëgjuar edhe për të qenë ndjeshëm. 25 vjet, 27 vjet pas luftës nuk është e lehtë ato copzat, kujtimet e ngjarjes së një torture kaq të tmerrshme mi pru në formë të evidencës para një trupi gjykues. Prandaj ai trup gjykues duhet ta kenë ndjeshmërinë edhe mënyrën që trajton të mbjetuarën, për faktin që i ka vështirësitë e veta. Nave që kemi fillu me bashkëpunu, kemi prodhu dhe manuale në qasjen e ndjeshme në traumë, bashkëpunimi po vazhdon me ta, po puna vazhdon, sfidat janë prezente. Për 14 prill duat ndoshta ndalem, them që përtej që kemi pas seancën ceremoniale në parlament, kemi pasur një konferencë rajonale, për herë të parë nga natyra një konferencë që trajtonte kompenzimit
gjatë procesit penal. Të mbjeturit e dhune seksuale të luftës me ligjin për vlerat e luftës e fitojnë një pension personal që është në relacion me njohën ligjore të tyre. Ndërsa gjatë proceseve gjyqësore do t'jetë një kompenzim tjetër që ende s'ka fillu në Kosovë edhe natyrisht si organizat për faktin që kemi bërë gjitha proceset në relacion me këtë kauz e pa mësë të arsyeshme të sjellin prokuror gjykas nga Kroacia, nga Bosnia Hercegovina, organizata jo qeveritare. Që kanë këtë përvojë, Po, për shkak që ata jenë ballavaçu më herët edhe të shohim se si ja kanë dalë ata, si kanë arrit mi kompenzu të mbjeturit e dhunës seksuale të luftës që hynë në proceset gjyqësore. Aty dolen shumë rekomandime të rëndësishme, për cilat duhet të vazhdohet punohet matutje. Mirë po e rëndësishme ishte që i kishim prezent edhe institucionet, u fillu debati, kanë fillu, kështu që duhet vazhdojmë pasaj të shohim se si mund të trajtojmë edhe si mund të bëjmë të ndjeshëm, se nuk është e lehtë tash kur flasim për kompenzim, është fjala për damet fizike dhe psikologjike. S'kan çmim që e paguajnë. Po s'ka çmim, edhe ajo nuk është, si me thonë, më shëndru në para ose satisfakcion shpirtëror me a rikthy dignitetin një grue e cila hyn ato procese gjyqësore, kështu që edhe atë proces e kemi fillu edhe urojmë dhe shpresojmë që së shpejti do të japim epilogin që e meriton. Zonja Feride, nuk e gjej fjalën në fakt të shpremin njohjen ndaj punës që bëni edhe nuk është as pak e lehtë për kaq dekada ju dëgjoni rrëfime si këto. Nuk di nëse ndani do ta shihni të arsyeshme ta ndani një nga to me ne, natyrisht duke ruajtur plotësisht identitetin e njerëzve, por cili është ai rasti që nuk të hiqet nga mendja asnjëherë? Ju përmendët faktin që ka pas momente kur i kanë trajtuar para familjarëve të tyre, e i kanë vrarë më pas ata nëse kanë reaguar. Unë kam me qindra historinë kokën time, edhe sinqerisht nga njëherë e kam pak problem mi selektu se duket që ja bëjt pa drejt grave, mos m'jam da një histori, po du me nda një histori që është shumë prekse, është shumë edhimshme, edhe me tregu që kjo natyre krimit ka qenë sistemike, nuk ka qenë akt izoluar, po ka qenë armë luftës. Njëra nga të mbjetuarat e cila gjatë periudës së luftës, babën e ka pas një person i cili ka punu një ambulancë, ai pastaj vjen në shtëpi dhe vjen me një tuf fasha për me u pregadit në rrethana lufte, edhe kur hyn aty policia ushtria për me kontrollu familjen, i gjejnë edhe këto fasha, edhe fakti që personin fjallë nuk ka pas lidhje me UÇK-n. Ata e kanë fillu me torturu edhe me pyet kushte UÇK-ja, kushte pozicionum, do me thonë me nxjerr informacione dëmshme prej tij, derisa ai si ka posedu, edhe për fat keq, ai nuk ka ditë, nuk ka mujt me përgjigj se realisht s'ka pas kurfar lidhje. Si përfundim, ja dhunojnë vajzën prezencë edhe mytin prindin në të njëjtën kohë. Pra, është një moment që për këtë që e ka mbjetu, e kalon me shumë pasoja. Ne i ndihmojmë, vazhdojmë i ndihmu, po nuk e ka të lehtë fare, e ka shumë gra që kanë qenë shtatzana, e që nuk kanë arritë mu bo nana masanej, ka gra të moshuara në mosh mbi 65 vjet që nuk janë ma pjesë e historisë tonë, e shumë gra e vajza e djemë të ri që e kanë përjetuar dhunën seksuale në format ma barbare të mundshme edhe atë në prezencë të familjarëve. Zonja Feride, në fakt, unë uroj shumë që të kompenzohen, të dënohen mbi gjitha njerëzit që kanë shkaktuar këto krime të tmerrshme dhe unë me të vërtet nuk gjej fjalë, sërish po e them t'ju komplimentoj për forcën që keni për t'i dëgjuar një nga një. Ne kemi dëgjuar një copë jashtëzakonisht të vogël të asaj që kanë mbretëruar gratë dhe burrat, se si që thatë edhe ju shumë mirë, kjo ka qenë një akt spontan, kjo ka qenë një armë që kanë përdorur serbët, karshi shqiptarëve, kështu që uroj që njëra për gjithmonë të dënohen një nga një për këtë që kanë bërë. Faleminderit shumë që ishit sot këtu. Ju faleminderit juve. Faleminderit. Ishim bashkë pra në një intervistë bukur të veçantë dhe këtë kemi pothuajse në çdo prill me zonjën Feride, por ajo që na mbetet neve të bëjmë është që nëse dim histori të tilla, ti respektojmë dhe të mbështesim maksimalisht. Kthehemi pas pak.